Kur jemi te pagesa bëhet në disa forma. Për arsye se na jemi duke shit dhe ju duke bler ose janë të bler të shit dhe të bler dy persona të cilët nuk kanë kontakt njëri me tjetrin. Do thonë edhe për momentin është e pamundur me dorëzu mollin. Pos nëse ja dorëzon mollin agentit vet ose përfaqësuesit vet, të cilin e ka autorizuar që me bë pranimin e mollit, edhe kë me ja dorëzu pagesën përmes agentit vet ose pagesa mund të bëhet në forma të ndryshme. Prej formave të pagesës është pagesa përmes kartelave. Nëse bëhet me debit kartel, domethënë kartelin e gjë llogarisë që e ka secili person edhe me paratë veta që i kontate, nuk është problem për arsye se thjesht e bën pagesën sikurse me bën me cash me parë në dorë, vetëm se e bën përmes kartelës. Mirë, problemi është nëse e bën përmes kredit kartelës, domethënë ose kartelave rimbursuese, që ta mundsojnë bankat ose ta mundsojnë institucionet mikrofinanciare që të ofrojnë një shumë caktuar me bë pagesa, me ta pastaj me kthy borxhin, varësisht se çysh mirret vesh me bankën që i jep këtë kartel. Domethënë kjo çështja e kartelave, kredi kartelave është çështje që diskutohet më gjerësisht, mirë po na vetëm po e përmendim si formë pagesës për ndryshe. Von këtë do ta trajtojmë si çështjen e vetes se a lejohet me marr kredit kartelin, pastaj me shit me ta, me blej me ta për dërimin e tyre e kështu me radhë. Mirë po një prej formave është edhe kredit kartela. Pastaj monedhat elektronike, domethënë që sot janë përhapur gjithashtu, edhe përmes tyre mundet me bë pagesën, domethënë dori duhet vetëm çështje minutish ose pak minuta për me bë pagesën vetëm shtypje e butoneve përmes çekut, që ka qenë të kaluamën, përmes çekut ose letrave me vlerë. O thjesht si dëshmi, si çek, edhe ja dorëzon personit që me çto mundesh në filan bankën ose në filan vendin me shku edhe me e përkthy këtë çek në parët e cilat ke me i marr. Edhe e fundit është pagesa kur e pranon mollin. Kjo është pak problematike.